e përmend edhe vetë, domethënë se është normal njeriu më u gëzu. Fillimisht ai gëzim është momental, domethënë për shkak se dikush po të beson diçka. Dhe kjo është ndjenjë mirë. Është ndjenjë mirë. Normalisht, është ndjenjë mirë kur ti për shembull e gëzon një respekt dhe njerëz vlerësojnë. Kjo është e mirë. Mirë, po kjo nuk duhet me zgjat shumë. Është moment i caktuar normal, pastaj kalojmë tek përgjithësia. Unë du me sjell dy shembuj konkret për me tregu domthonë njerëzit më thonë normale si e përjetojnë këtë. Nëse njerëzit ta besojnë një emanet, domethënë është gëzim. Fillimisht për arsye që i cika, por pastaj është përgjithësi. Mirë, po nëse ky emanet vije drejt nga Zoti, është më të vërtetë përgjithësi shumë e madhe. Andaj Muhamedi alayhis salam kur e mori emanetin e shpalljes, domethënë nuk doli që të feston në Mekë. Mirë, po u përfshin nga ethet dhe nga frika dhe çfarë po ndodh kjo dhe tash çfarë do të jetë kjo. Dhe pastaj kur ju shpjegua nga Waraka ibn Naufal, ishte njëri plak i vjetër në Mekë i cili kishte njohje në librat e vjetër, e njihte Tevratin mirë, e njihte Ungjillin mirë, e njihte ku mirë dhe e kuptoi se bëhet fjalë për profet. Të ka dërguar Zoti pejgamber. Dhe në diskutime si me te e kuptoi se është përgjegjësi e madhe. Dhe e kuptoi se është përzgjedhje e madhe, po edhe përgjegjësi e madhe. Dhe vazhdoi me të njëjtën ngarkesë. Shkoi i mbuluar, kërkoi nga gruaja e tij domthonjë që t'i ndihmonte ta përkrahte e kështu me radhë. Prandaj përgjegjësinë e pejgamberllokut që është më të vërtet përzgjedhje hyjnore e kuptoi me seriozitet dhe ngarkesë si do t'ja bëj tash dhe çfarë do të ndodhë. Gjithashtu pas lekës së pejgamberit alayhis salam, domethënë udhëheqjen e mori Abu Bekri, shoku i tij më i afërt. Vajza e tij Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sa thotë kur e mori baba im, tash përmendo është me të vërtetë nder i madh që ti je i pari që trashëgon atë që e la pejgamberi sa, njëri më i mirë i krijuar mbi fytyrë tokës, po lën një trashëgimi, po lën një histori të suksesit, dhe tash ti po e vazhdon me tutje. S'paku kemi hyrë në histori si njëri i parë pas ti, është me të vërtetë privilegj i madh. Mirë, po çfarë tha Aisha për Abu Bekrin? Tha, ato ditë, domethënë, po ti vendoshin kodrat mbi shtëpinë babës tim, do të ishte më e lehtë për të se kjo përgjegjësi që mori me shokët. Mirë, andaj është përgjegjësi e madhe, thash pikërisht, edhe pe ku e ndin besimtari peshën e kësaj përgjegjësie. Edhe për shkak të njerëzve, sa është me të vërtetë është reflektimi i karakterit të njeriu. Është një me të vërtetë një manifestim i kulturës, edukatës së tij, kur dikush të beson diçka, ta marrësh, si themi ne, pak me seklet nga se dikush ta ka besuar diçka. Mirë, po mbi gjitha sikur të thash, çka i themi Zotit xhallahu xhelalu. Kjo është e madhe shumë.